E pra të nderuar miqtë e mi, aku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin këtu në kanalin Monitor TV për të sjellur pranë jush lajmet edhe ngjarjet më të fundit nga reality show Big Brother. Do të flasim pikërisht për Dolçen, Edi Kuçi dhe Bia Khalifa. Siç duket, Dolçe dhe Edi janë drejt një largësie të ndjesive të tyre, të emocioneve të tyre, një largësie shpirtërore. Në fakt, kur humbet dashuria? Dashuria humbet në momentin kur shpirti i thot miru pafshim shpirti tjetër, dhe siç duket ai emocioni që e krijuan, në thonjza që në fillim na u duk një emocion i vërtet, na u duk një emocion i sinqert, të paktën nga ana e Edit, kemi qenë gjithmonë në dyshime nga ana e Dolçes, e bëri që Edi të fasionohet dhe të dashurohet pas Dolçes, por me rikthimin e saj, Dolçe si kishte mbetur hatri pse Edi nuk e pyeti se çfarë Dolçe kishte kaluar në Grande Fratello, si ishte ndjer atje, çfarë kishte bërë, domethënë e mori si një lloj hatër mbetje në vete këtë. Por gjithsesi, kjo gjë nuk është se u ndikua shumë në marrëdhënien e Edit edhe Dolçes, por ndoshta gjua e përdorur, mënyra se si Edi u soll në ditëlindjen e Dolçes, e bëri Dolçen që të largohet një hap prapa atij, sepse ndoshta ka parë një kulturë ndryshe tek Edi apo një vetbesim të tepërt. Unë kam thënë gjithmonë që Edi është njëri shumë i sinqert. Paktën atë që e ndjen, atë që e mendon, Edi e thot edhe nuk i dhëmb qerpiku fare për gjëra që ai dëshiron t'i bën edhe i ndjen. Por siç duket tek Dolçe ka një lloj stepje, për shembull Dolçe nuk i pranon ca gjëra sepse ka natyrën e saj, botën e saj, dhe është kjo pikpyetja, nëse dëshiron më respekton, nëse nuk dëshiron bëj çfarë duar se mua s'më intereson. Dhe kështu që domethënë Edi dhe Dolçe i kanë vënë atë pikën lidhjes së tyre. Tani, ajo që në fakt nuk flet me gojë, sepse nuk e di gjuhën shqipe, por flet me vepra, është Bia Khalifa. Menjëherë pas ndarjes me Dolçen, domethënë largimit me Dolçen dhe provokimeve që Dolçe i jepte Edit, duke provokuar, duke masazhuar londrimin, duke hypur sipër londrimit, etj, domethënë, ku Edi 2-3 herë ja pati tërheq vëmendjen londrimit duke i thënë që po gabon në këtë mes, këtu po bën gabim, këtu je i tepërt, por siç duket domethënë londrimi e kishte atë botën e tij që unë do të provokoj dhe kanë të drejtë të provokojnë si janë brenda një formati që duhet të jetë i tillë. Edi natën e mbrëmshme kaloi disa momente të bukura me Bia Khalifën, duke i vënë këmbët e Bias në qafën e tij domethënë, këtu te pjesa e fytit, dhe duke u argëtuar me Bien, gjë të cilën për shembull Dolçen nuk është që e vrau, nuk është që e ndikoi tek Dolçe apo që Dolçe ndryshoi natyrën e saj. Domethënë Dolçe ka një lloj qetësie që Stambolli le të digjet për unë do shoh punën time. Në fakt unë kështu e shoh te Dolçe. Ajo që unë arrita të kuptoj në aspektin e dashurisë, ne jemi mësuar që të shohim aty ku ka lidhje, aty ku ka dashuri, domethënë në veprime të këtilla të ketë dozë xhelozie. Nuk kishte dozë xhelozie nga ana e Dolçes. Dolçe domethënë ndenjë shumë e fuqishme, ndenjë shumë e lumtur, ndenjë shumë pozitive, sikur e bëri që ky Edi në këtë rast domethënë ta kupton që Dolçe ka hequr komplet dorë nga Edi. Si mendoni ju? E ka dashur Dolçja Edin apo thjesht e ka përdorur, sepse derisa ditën e dieshme nuk pati asnjë lloj reagimi kur Edi vuri këmbët e Bias në krahët e vet, domethënë këtu kuptohet që nuk ka asnjë lloj dashurie. Për shembull Dolçja sot e ka nisur ditën me shumë entuziazëm, me shumë pozitivitet dhe jeton momentin. Dua të marr mendimin tuaj.